Ndërjetën në moshën 64 vjeç, Shemi Krasniqi dhe kontributi i tij në muzikën shqiptare. Shemsi Krasniqi, njohur si Shemi, ndroi në moshën 64 vjeç, ndërsa u tha se u gjet pa shenja jetën në banesën e tij. Ai ishte një nga zërat më të njohur dhe më ikonik të muzikës rock dhe shqiptare, cili la gjurmë të thella në skenën muzikore. Njëjti lindi në Prishtinë në vitin 1961 dhe pa i mbushur të 20-tat nisi karrierën e tij muzikore duke performuar për herë të parë në festivalin Rinia Këndon me grupin Mehida, ku bashkëpunoi me kitaristin Menan Kiseri. Gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta, Shemi u bë vokalisti i grupit të famshëm i Lirët, ku me zërin dhe interpretimin e tij solli këngë që u bën pjesë e identitetit kulturor shqiptar. Hitet e tij përfshin këngën simbolike Xhamadani Via Via, i dhan shpirt muzikës që pasqyronte ndjenjat dhe realitetin e shqiptarëve, duke e bërë Shemin një figurë të dashur për breza të tërë. Përveç interpretimit, Shemsi është edhe autori i shumicës teksteve të këngëve të grupit, duke u frymëzuar shpesh nga gjendja e vështirë e shqiptarëve dhe historia e familjes së tij, përfshirë të atin që kishte mbijetuar masakrën e Tivarit. Punoi gjithashtu në duet me artistë të njohur si Ganimete Abazi dhe Mihrie Braha, duke sjell krijime të reja dhe duke rivendosur këngët e vjetra për publikun pas rikthimit të tij në skenë pas një pauze 11 vjeçare. Krasniqi nuk u tërheq kurrë nga muzika, edhe gjatë periudhave më të vështira e konsideronte muzikën si ushqim për shpirtin dhe një mënyrë për të përballuar sfidat e jetës. Ai ishte baba i 2 djemve, Ponisit dhe Uliksit.